Torin, Nderim Sani, profesor Mesirda. A duket që do të ketë zhvillime të reja pas kësaj përgjigje të PDK-s, pra që është e gatshme për të takuar dhe për gjetur një zgjidhje? Dëshirë me është një farë inicimi dhe një gjas që mund të ketë, mirë po do të presim dhe të tashme të shohim. Ajo që është e mirë këtu, që me gjithat shumica e partive po e përkrahin një ide të cilën e ka shtruar Lumir Abdiziku dhe kjo të regon është një farshenje që me gjithat ka mundësi të një bashkëpunimit, të një bashkëbisedimi në mes të partive politike dhe në momentin që ofrohet kjo mundësi dhe fillon diçka e tillë, atëherë mund do të shpresojmë se do të gjendet një zgjidhje dhe do të dalim nga ky rreth vicioz, monoton në të cilën po sillemi deri më tani. E pam që edhe përgjigje e Partisë Demokratike ishte pozitive në këtë drejtim, madje edhe Aleancës për Armërinë e Kosovës, por ajo çka nuk mund të shihet ashtu të them, s'po them me simpati apo antipati, mirë po nuk mund të injorohet fakti që Albin Kurti është fituesi i zgjedhjeve. Dhe si i tillë nuk mund të pretendosh që të kërkosh që të marrësh pushtet, përkatësisht të krijosh një qeveri të tillë sipas idesë së lidhjes demokratike dhe ta përjashtosh nga aty lëvizjen vetëvendosjes. A ka përjashtuar zotëria Abdiziku apo jo? Nuk e ka përjashtuar? Jo, nuk e ka përjashtuar, mirë po Partia Demokratike pastaj e kishte atë që do të preferonte një qeverisje të tillë, por pa lëvizjen vetëvendosje. Kur formohet një qeverisje e tillë, atëherë formohet e të gjitha partive, për shkak se nuk po flasim për një qeverisje teknike, ku ofrohen teknokrat, por një lloj krejt tjetër, dhe kjo qeverisje pastaj sipas idesë së zotit Abdiziku, ka mundësi të vendimarrjes, të vendimeve dhe më të vështira. E shoh njëkohësisht si pozitive edhe për faktin që ne tani mund shpesh e përmendi dhe e konsideroj që jemi në një puç institucional. Për arsye se ne të gjithë e dim se si po funksionon tani lëvizja vetëvendosje brenda qeverisë, gjithmonë duke pretenduar se Kosova ka qeveri. Jo, Kosova nuk ka qeveri. Kosova e ka një qeveri të jashtëligjshme, e cila nuk guxon të marrë asnjë vendim. Madje, dikush duhet të përgjigjet për këtë, për shkak se shkeljet ligjore duhet të kenë konsekuenca dhe nuk mund të sillemi ne sikur ky shtet nuk ekziston fare, ashtu sikur që po sillet lëvizja vetëvendosje. E pam pastaj një refuzim të lëvizjes vetëvendosje. Kjo natyrisht që na e forcon bindjen, edhe më shumë që lëvizja vetëvendosje në fakt nuk është e interesuar që të ndaj pushtet me ndonjë parti, por është e interesuar që të shkojë më shumë në zgjedhje. A do të prodhonte rezultat tjetër? Një datë tjetër e zgjedhjeve? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj që do të ndryshonte shumë. Nuk e besoj që do të mund të ndryshonte më shumë se 2-3 deri në 5%. Madje dëgjova për një sondazh të fundit ku lëvizja vetëvendosje ka rënje, e organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Sa kishte rënje? Tash mua më tha që tani është 37%. Vetëvendosja? Vetëvendosja. Pra gati 5% rënje? Që është një 5% rënje në sondazhe. A mund tjetë pra kjo mbase edhe një arsye që lëvizja vetëvendosje ftoi për koalicion LDK-n? Po natyrisht, për shkak se ne gjithë e dim që lëvizja vetëvendosje gjithmonë vendime merr në bazë të sondazheve. A ishte kredibil ky sondazh për të cilin ju kanë folur juve? Gjithmonë ajo që mu tha, duket se është organizuar nga UBO, përkatësisht e ka bërë UBO Consulting dhe deri më tani ato i kemi marrë si kredibile. Po ta shohim tani nëse del e bëjnë publik apo nuk e bëjnë publik është diçka tjetër. Sido që tjetë veprimet pastaj të cilat po mirën nga qeveria në thonjza, po shifet që janë një farë përpjekje për një farë avancimi për shkuar në zgjedhje. Pse po e them këtë?
Një qeveri e cila nuk ka drejt ligjore të marrë vendime i shpërndan një 10 milion euro për një kompani. Pastaj e pam sot në Gjilan, kur ishin... Pra një farloj parafushate? Është një farloj parafushate, çka dëgjova sot dhe diçka që ishte për të që më erdhi për të qeshur, komuna e Gjilanit, natyrisht janë edhe zgjedhjet komunale tash, komuna e Gjilanit udhëtimet për në Shqipëri po javë paguan maturantëve. Tani e vitin e kaluar e kishte pas ndaluar tërësisht një ekskurzion të tillë. Pra të gjitha parashenjat janë që mund të shkohet në zgjedhje, por pyetja është se kur është folur së paku në rrethe të diplomatëve në Kosovë. Ju është thënë që mund të jetë fundi i qershorit nga eksponent ish qeveritar, mirë po tendenca si duket është që të shkojmë njëkohësisht në zgjedhje komunale dhe në zgjedhjet e parakoshme. Por që shko deri atëherë? Që të mbetet të vazhdojnë të ngërqet do të me seanca? Po, absolutisht, për shkak se ne po e shohim tani për shembull që çdo 48 orë po shkojmë në seanca. Pastaj ne jemi tani më në muajin maj. Qershori korriku është pushim. Do thotë ku vendi shkon në pushim. Gushti me siguri që do të vazhdoj me kamuflime të tilla dhe në shtator pastaj mund të mirën vendimet për zgjedhje, nëse nuk ka zgjedhje në qershor. E situata e tanishme e krijuar pra pas ftesës së LDK-s, përgjigjes së BDK-s, a mund ta ndryshoj këtë? Është një situatë e re, natyrisht që varet nga disponimi i partive politike, por ajo që ishte për të përshëndetur nga ajo që u tha nga Partia Demokratike e Kosovës, mendoj që është mirë që tani presidentja të veproj, për shkak se tek e fundit edhe pozicioni i saj është që të thret për një farë unifikimi dhe të ndihmoj. Po hesht presidentin tani? Po absolutisht po hesht, për shkak se kam përshtypjen që... E si ishte një vizit të rëndësishme që tha në Brunei, por? Po tash shiqoni, në qoftë se e shohim nga ky kontekstin, po i shoh në Kosovë vetëm 2 politikan që po bëjnë vizita të tilla. Presidentja e cila po e kryen punën e saj dhe po e shef që edhe Enver Hoxha është jetë aktiv në për vizita në përbotë. Do thot vetëm këta 2, njëri që se ka punë, por po e bën dhe tjetri që e ka përgjegjësi dhe punë. Por krahas asaj përgjegjësie mendoj që presidentja e ka të jetë emergjente që të ndihmojë në zhbllokimin e situatës këtu, për shkak se ka dhe shumë vizita të cilat mund të bëhen në Kosovë, mirë po nuk vinë në Kosovë për shkak se s'kanë me kënd të takohen, për shkak se ne nuk kemi qeveri. Dhe një qeveri e propozuar pastaj e tillë, një qeveri si e tillë, natyrisht ka të drejtë të marrë vendime më të thella. Edhe historia, profesor, çysh e sheh këtë qeveri tranzitore, historia kështu? Jo, tash tek kjo qeveri tranzitore zakonisht tranzitore nacionale, po. Kemi pas raste me qeveri teknike, unë e kam përjetuar kur kam qenë në Austri, për shembull, dhe ka funksionuar jashtëzakonisht mirë. Edhe pse ka qenë qeveri teknike. Dhe tani, kjo qeveri nacionale, si po quhet tranzitore, ka një dallim të madh me qeveri teknike, për arsye se qeveri teknike... A mund të konsiderohet qeveri unitetit kështu, ose... Mund të themi, po. Nëse do të përfshirë në nacional. Por, dua vetëm ta sqaroj dallimin. Qeveria teknike mund vetëm të administroj dhe nuk ka të drejtën të marrë vendime të rënda, përderisa qeveria e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka të drejtën të marrë çdo lloj vendimi si qeveri fuqiplote. Çka do të ndihmonte kjo, mendoj unë? Do të ndihmonte në ndarjen e përgjegjësisë në mes të partive edhe për disa vendime të mëdha dhe disa përgjegjësi të cilat na presin. Do të thotë nuk do të shkonte përgjegjësia vetëm të partia fituese, por do të shpërndahej. Dhe dialogu? Edhe dialogu, besa dhe asociacioni, për shkak se sot e pash nga në Parlamentin Evropian ishte diskutuar kjo çështje, madje ishte kërkuar eksplicit që të bëhet diçka edhe për asociacionin dhe të gjithë e dim që së paku dërgimin e kushtetuese i atij draftit të asociacionit do të na ofronte në Këshillin e Evropës
edhe pse si duket e humbëm edhe këtë shansë të cilën e Pra nga kjo ndryshtimi bie që është menduar mirë nga LDK, kjo opcion. Shiqani, është edhe një farë lloj rrugdalje edhe për ata që do të jetë në pushtet, për ta arritur marrëveshjen dhe për ta nënshkruar situacionin. Unë mendoj që për këtë arsye është treguar edhe konstruktive edhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila në një farë forme e pranoi si ide dhe ishte e gatshme pastaj që të diskutohet. Natyrisht nuk mund të përjashtohet lëvizjave të vendosje nga e tërë kjo katrahur, për shkak se ndoshta edhe e barën më të rëndë për shkak të situatës në të cilën jemi, gjithmonë duke pasur parasysh se lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve dhe në proporcion me numrin e votave e ka dhe përgjegjësinë pastaj dhe nuk mund që të synohet që të përjashtohet as nga një qeverisje, por as nga ndonjë përgjegjësi tjetër. Kush mund të jetë ai personi i cili do të arrinte që të binte subjekte politike për të vazhduar në një format të tillë? Për këtë arsye mendoj që presidentja, për shkak se ne po e vrejmë edhe një diçka tjetër. Ne, si duket, jemi mësuar që gjithmonë të intervenojnë partnerët tanë dhe të na ndihmojnë në zgjidhjen e këtyre çështjeve. Mirë, po tani po e shohim që deri më tani, për shembull, Gjermania s'ka pasur qeveri, mirë po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikur po na lënë që të merremi me vetveten dhe injorimi nga një herë është më i rëndë se sa të veprojnë dhe t'ja ngrehin vesh politikanëve tonë, për shkak se duket sikur që është një farë protokolli i politikës së jashtme të Amerikës që kur nuk duan të kenë me punë me ty, vetëm të injorojnë, një farë protokolli i pashkruar, ashtu të them. Nuk është hera e parë që e bëjnë vetëm me neve, por e kanë bërë edhe me vende tjera. Por, ajo për që të kthejmë të pyetja se është e menduar mirë. Po, mendoj që është e menduar dhe mendoj që nuk është duke u zbuluar ujë në zetë, thjesht po i marrim përvojat të shteteve demokratike në Evropë dhe në botë. Por vetëvendosja po thotë që s'qenë në asë krize, nuk jene në gjendje lufte ose në gjendje jashtëzakonshme. Jo, kjo në sytë e me është goxha një farë krize. Ne nuk duhet që tani që të kemi luftë dhe pastaj po shpresoj që lëvizja vetëvendosje nuk e pret që të bëhet luftë në mënyrë që pastaj të tentoj të zgjedh ngërçet. Tani jemi në krizë. Pse jemi në krizë? Për shkak se bota po ndryshon. Jemi në krizë për shkak se jemi nën sanksione. Jemi në krizë për shkak se jemi të injoruar nga e tërë bota. Jemi në krizë për shkak se neve na duhet që të vazhdojmë, që të punojmë, që të etablohemi ndërkombëtarisht edhe me tutje, që të marrim njohje tjera dhe të shkojmë në hap me këto ndryshimet gjeopolitike në të cilat po i kalojmë dhe natyrisht që duhet të jemi në kontakt me partnerët tanë, për shkak se bota, shtetet që kanë traditë shtetërore, ata funksionojnë me partner dhe tani për tani nuk kanë asë një person komunikues nga qeveria. Ashtë topit e Albin Kurti, televizja dhe ndosje pas kësaj pas ti veprimi, pas ti aktit të opozitës? Po, absolutisht. Kjo them drejtën gjithmonë ka qenë topit e Albin Kurti edhe për shkak të blokadës. Tash që ja kanë ofruar një mundësi. Tani, po, absolutisht është topit e Albin Kurti. Për shkak se në qoftë se e shohim edhe atë ftesën e Albin Kurtit për koalicion, ishte një farë ftesë me thumba, ashtu të them, për mbajtje e letrës e tjera dhe dukej sikur tani më është loja se kujt i lihet faje për blokadën në kuvend. Mirë po mendoj që Lidhja Demokratike e bëri mirë këtë hap, e bëri mirë këtë propozim dhe ndarja e përgjegjësive në të gjitha partitë, natyrisht në proporcion me përkrahjen që e kanë, nuk është madje është jetë pozitive dhe natyrisht që tani topi është te lëvizja vetëvendosje dhe në qoftë se lëvizja vetëvendosje tërhiqet atëherë po dihet kush po e bllokon dhe në fund të fundit duhet që të intervenoj presidenca me ndonjë ide apo spaku që të sillen partitë në tavolinë dhe të fillojnë të dialogojnë për dalje nga ky ngërç. Por po thoni që nëse nuk dilet nga ky ngërç, atëherë
kuptohet që Albin Kurti dhe lëvizja vendosje po bllokojnë? Tash, ngërshi është në proporcion me numrin e votave të cilat i kanë marrë partit. Në qoftë se lëvizja vetëvendosje i ka 42%, a i ka që aqë, atëherë i bie që 42% folin, që është fajtore. Pse? Ajo e ka fituar garën zgjedhore, ka dale para, por nuk i ka numrat. Dhe tani nuk mund të na hudh pluhur syve, asaj i dohet një partner, dhe nuk mund të sillet me partnerët, sikur që është sjellur lëvizja vetëvendosje. Në fund të fundit ne e kuptojmë garën politike, ne e kuptojmë edhe retorikën politike. Mirë po, nuk guxon që partitë politike të shihen si armiq. Në fund të ditës ata janë partner. Do thot me një ide se si ta qeverisin këtë vend dhe si ta sjellin, po shpresojmë smaku, që ideja e tyre është se si ta sjellin këtë vend në një pozicion më të mirë. Dhe natyrisht që nëse neve na dohen shok, miq, partner, si të tilla duhen të shihen edhe partitë tjera, sidomos pas zgjedhjeve. Profesor, falenderoj shumë për këto analiza që keni bërë në edicionin special. Faleminderit sigurisht. Ku do të vijojmë që të cilin informacionet e tjera, flasin tani për shtrelcin e Deçanit, ku ndodhi një incident atje, një person në fakt e pengoi ekipin e Klan Kosovës derisa